Një punëtore e re sheh jetën e saj të transformuar pas një takimi poshtërues që zbulon karakterin e vërtet të njerëzve rreth saj. Mirësia përplaset me arrogancën në një konfrontim që do të ndryshojë fatet përgjithmonë. Jo gjithmonë ata që kanë gjithçka e kanë fituar përmes dinjitetit të tyre. Para se të dëgjoni këtë rrëfim të jashtëzakonshëm, mos harroni të abonoheni në kanal për më shumë histori emocionuese. Aroma e erëzave të holla dhe zhurma e fshehur e bisedave elegante mbushnin korridoret e restorant Magnolia, një nga lokalet më ekskluzive të kryeqytetit. Midis tavolinave të dekoruara me kristale dhe pjatave që kushtonin më shumë se një pagë minimale, pak e dinin ekzistencën e korridoreve të pasme ku Kiara qarkullonte me hapa të heshtur dhe efikas. Në moshën 17 vjeç, ajo kishte mësuar të lëvizte si një hije midis kuzhinës dhe pjesës së pasme të restorantit. Vajza e Rozës, një nga punonjësit më të vjetra dhe më të respektuara të vendit, Kiara u rrit duke njohur çdo cep të asaj bote luksoze të cilës nuk do t'i përkiste kur vërtet. Sytë e saj të errët vëzhgonin gjithçka me vëmendje, jo nga zilia, por nga një kurreshtje natyrale se si njerëzit jetonin kaq ndryshe nga realiteti i saj. Atë mbrëmje të enjte, lëvizja ishte më intensive se zakonisht. Influencer digital dhe personalitetet të medias zinin tavolinat kryesore, duke festuar lançimin e një marke të re kozmetike. Kiara shfrytëzoi rrëmujën për të kryer detyrën e saj javore më të rëndësishme, të ndante ushqimet që do të hidheshin, por që ishin ende në gjendje perfekte. Menaxheri Viktor gjithmonë bënte sikur nuk shite për këtë aktivitet. Ai e dinte se e reja i dërgonte të gjitha në qendrën komunitare Shën Francesku, ku punonte si vullnetare që në moshën 15 vjeç. Ishte një nga pak gjërat që e bënin atë krenar në atë mjedis ku shpërdorimi trajtohej si normal. Kiara organizoi me kujdes 2 kuti kartoni me sanduiçe gustator mezi të prekur, makarona të mbetura nga pjatat ekzekutive dhe ëmbëlsira që ishin kthyer vetëm sepse klientët kishin ndryshuar mendje. Zemra i ngroi duke menduar për fëmijët e qendrës që do të merrnin atë vakt special. Për ta, do të ishte si një banket. Duke mbajtur kutit drejt daljes anësore, ajo planifikonte mendërisht se si do t'i shpërndante të gjitha. Fëmijët më të vegjël do të merrnin ëmbëlsirat, adoleshentët sanduiçet dhe mbetjet do të ruheshin për mëngjesin e ditës tjetër. Ishte një logjistik që ajo e zotëronte në mënyrë perfekte. Korridori anësor ishte më i errët se zakonisht. Një nga llambat ishte djegur në mëngjes dhe ende nuk ishte zëvendësuar. Kiara njihte çdo shkallë dhe çdo kthes të asaj rruge, kështu që nuk ngadalsoi hapin. Ishte pikërisht në atë moment që jeta e saj filloi të ndryshonte. Marko po ecste në të njëjtin korridor duke filmuar stories për ndjekësit e tij rreth skenave ekskluzive të ngjarjes. Me gati 300.000 ndjekës në Instagram, ai e konsideronte veten një personalitet digital në ngritje. Djali i një sipërmarrësi të suksesshëm nuk kishte pasur kur nevojë të punonte vërtet, duke i kushtuar kohën e tij krijimit të përmbajtjes rreth stilit të jetesës dhe gastronomisë luksoze. Përplasja ishte e pashmangshme. Marko, i përqendruar në ekranin e celularit, nuk e pa Kiarën duke u afruar deri në sekondën e fundit. Goditja bëri që ai të pengojë dhe lëvizja instinktive e të resë për të provuar të balanconte kutit rezultoi në një aksident edhe më të madh. Gjysma e ushqimeve përfundoi në 2 sheme, duke u shpërndar në korridor në një pamje që dukej më e madhe se sa ishte në të vërtetë. Çfarë dreqin, bërtiti Marko, duke rregulluar këmishën e shtrenjtë që ishte zhvendosur. Instinkti i tij i parë nuk ishte të kontrollonte nëse Kiara ishte mirë apo të kërkonte falje për aksidentin. Në vend të kësaj, sytë e tij shkëlqyen me një mundësi për përmbajtje. Kamera e celularit ishte ende duke regjistruar. Shikoni, njerëz, ka pa diçka interesante këtu në Magnolia, tha ai për kamerën, ndërsa Kiara u ul në gjunjë duke u përpjekur të shpëtonte çfarë mundej nga ushqimet. Duket se kemi një hajdute të vogël mbetjesh këtu. Çfarë situate e turpshme, apo jo? Kiara ngriti syt, e befasuar nga toni akuzues. Më falni për aksidentin, nuk ju pash duke ardhur. Por nuk po vjedh asgjë, këto ushqime do të hidheshin gjithsesi. Marko qeshi me përbuzje, duke e mbajtur kamerën drejtuar nga ajo. Ah, sigurisht, justifikimi klasik. Dhe imagjinoj se do t'i hidhni këto sanduiçe 50 euroshe secili direkt në barkun tuaj, apo jo? Jo, unë punoj si vullnetare në një qendër dhe. Çfarë historie e bukur, e ndërpreu Marko, zëri i tij i ngarkuar me sarkazëm. Njerëz, a e shihni këtë?
Vajza shpik një histori bamirësie për të justifikuar vjedhjen e ushqimit nga një nga restorantet më të shtrenjta të qytetit. Kjo është përmbajtje cilësore. Influencer të tjerë që ishin në event filluan të afroheshin, të tërhequr nga lëvizja. Marko ndihej gjithnjë e më shumë në kontroll të situatës, duke kuptuar se kishte një audiencë në rritje si online ashtu edhe fizikisht. Kiara u përpoq të shpjegonte përsëri, por zëri i saj doli i ulët dhe i dridhur. Nuk ishte mësuar të ishte në qendër të vëmendjes, e aq më pak në mënyrë negative. Poshtërimi rritej në gjoksin e saj si një valë që kërcënonte ta mbushte. Shikojeni atë, Marko vazhdoi performancën e tij mizore. As nuk arrin të shpik një gënje shtërbindëse. Dhe ende ka guximin të vijë e ta bëj këtë në një vend si ky. A e dini të paktën sa kushton një darkë këtu? Ndoshta më shumë se sa fiton familja juaj në një muaj. Fjalët e pren thellë. Kiara ndjeu faqet t'i digjeshin, jo vetëm nga turpi, por nga një zemërim i fshehur që rrallë e kishte provuar. Ishte e vërtetë që familja e saj nuk kishte shumë para, por gjithmonë kishin dinjitet. Gjithmonë kishin punuar me ndershmëri. Unë kam autorizim nga menaxheri, murmuriti ajo, duke u përpjekur për një mbrojtje të fundit. Autorizim për të vjedhur? Marko bëri sikur ishte i ndinjuar tepër për kamerën. Kjo po bëhet gjithnjë e më mirë. Tani ajo thot se vetë lokali lejon vjedhjen. Njerëz, ju po dëshmoni diçka surreale këtu në Magnolia. Ishte atëherë që Marko kreu aktin që do të përcaktonte gjithçka që do të vinte më pas. Me një lëvizje teatrale, ai shtyu kutit që Kiara po përpiqej t'i riorganizonte, duke shpërndar pjesën tjetër të ushqimeve në dysheme. Veprimi ishte i llogaritur, mizor, performativ. Ja, tha ai, duke e mbyllur regjistrimin me një buzëqeshje të kënaqur. Problemi u zgjidh. Tani nuk ka mbetur asgjë për të udhëruar, apo jo? Kiara mbeti në gjunjë në dysheme, duke parë ushqimet e shpërndara që përfaqësonin vaktin e 10 njerëzve që varen nga përkushtimi i saj. Disa loti rëshitën në heshtje, por ajo i fshiu shpejt. Nuk do t'i jepte atij kënaqësinë ta shihte duke qarë plotësisht. U ngrit ngadalë, mblodhi pak atë që mund të përdorej ende në një nga kutitë e dëmtuara dhe u largua drejt daljes pa thënë asnjë fjalë. Dinjiteti i saj ishte e vetmja gjë që Marko nuk do t'ia merrte dot, dhe ajo do të sigurohej ta ruante. Marko dhe miqtë e tij qeshën ndërsa ajo largohej, duke planifikuar tashmë se si do ta redaktonin videon për të maksimizuar angazhimin. Ata nuk kishin as idenë se kishin filluar një zinxhir ngjarjesh që do të ndryshonte jetët e tyre përgjithmonë. Jashtë restorantit, Kiara mori frym thellë ajrin e ftohtë të natës. Ende kishte qendrën për të vizituar, ende kishte njerëz që llogarisnin tek ajo. Ai njeri mizor dhe miqtë e tij ishin vetëm një pengesë në rrugën e saj, jo destinacioni përfundimtar. Ajo që nuk e dinte ishte se, pikërisht në atë moment, dikush që kishte dëshmuar të gjithë skenën ishte gati të merrte një vendim që do të provonte se si aktet e mirësisë së vërtet gjithmonë gjejnë një mënyrë për t'u shpërblyer. Qendra komunitare Shën Francesku funksiononte në një ndërtesë të vjetër në qendër të qytetit, ku muret e zhveshura binin në kontrast me ngrohtësinë njerëzore që buronte nga çdo cep. Kiara shtyu derën e hyrjes me shpatull, duke balancuar kutinë pjesërisht të shkatëruar që kishte arritur të shpëtonte nga incidenti në restoran. Kiara. Ke ardhur më vonë sot, tha Fiona, koordinatorja e qendrës, me buzëqeshjen e saj karakteristike që gjithmonë arrinte të ndriçonte mjedisin më të errët. Mos ka ndodhur diçka. E reja sforcoi një buzëqeshje dhe tundi kokën. Vetëm një aksident i vogël në restoran. Fatkeqësisht nuk arrita të sjell aq shumë ushqim sa zakonisht. Fiona vuri re menjëherë diçka ndryshe në tonin e zërit të Kiarës, por e njihte mirë personalitetin e rezervuar të vajzës. E dinte se ajo do të fliste kur të ndihej gati. Në vend që të insistonte, ajo ndihmoi të mbante kutinë deri në kuzhinën e vogël të qendrës. Shiko, çdo gjë që sjell ti bën një ndryshim të madh, tha Fiona ndërsa filluan të organizonin ushqimet. Fëmijët pyesnin nëse do të vije sot. Ana e vogël ka vizatuar diçka speciale për ty. Zemra e Kiarës i ngroh për herë të parë që nga incidenti. Ana ishte një vajzë 8 vjeçare që kishte ardhur në qendër 3 muaj më parë me gjyshen e saj, pasi kishin humbur shtëpinë ku jetonin. Fëmia ishte lidhur veçanërisht me Kiarën, e cila gjithmonë rezervonte pak kohë për të luajtur dhe për të ndihmuar me detyrat e shtëpisë. Kiara erdhi.
Zëri i mprehtë jehoi në korridor, i ndjekur nga zhurma e hapave që vraponin. Ana u shfaq në derën e kuzhinës me një letër me ngjyra në duar dhe sytë që i shkëlqenin nga lumturia. Përshëndetje, e dashur, Kiara u ul në gjunjë për të qenë në lartësinë e vajzës. Fiona më tha se ke bërë diçka speciale. Ana i dorëzoi vizatimin me ceremoni. Ishte një portret i Kiarës e rrethuar nga zemra me ngjyra dhe fraza "Mikja ime që ka zemrën më të bukur në botë", shkruar me shkronja të pabarabarta por të kujdesshme. Kiara ndjeu sytë t'i mbusheshin me lodh. Pas poshtërimit që kishte kaluar, ai gjest i thjesht dhe i sinqert ishte pikërisht ajo që i duhej shpirtit të saj. Ana, kjo është e mrekullueshme. Shumë faleminderit. Do ta ngjis në murin e dhomës sime, deklaroi Ana para se të vraponte atje ku po luante me fëmijët e tjerë. Fiona vëzhgoi ndërveprimin me një buzëqeshje kuptimplote. Nuk e imagjinon ndikimin që ke në jetën e këtyre njerëzve, Kiara. Nuk është vetëm ushqimi që sjell, është shpresa. Ndërsa organizonin sanduiqet dhe ëmbëlsirat e mbetura, njerëz të tjerë filluan t'i afroheshin kuzhinës. Pietri, një zotëri 65 vjeç që kishte humbur punën dhe shtëpinë pas një sëmundjeje të gjatë, u ofrua të ndihmonte në shpërndarjen e vaktit. Lërm të ndihmoj aty, vajz, tha ai, duke e njohur mirë rutinën. Ti ke bërë shumë vetëm duke sjell këtë këtu. Pietri ishte një nga banorët më të dashur të qendrës. Pavarësisht situatës së tij të vështirë, ai ishte gjithmonë i gatshëm të ndihmonte të tjerët. Kishte qenë inxhinier për më shumë se 30 vjet, por kur nuk insistonte të përmendte të kaluarën e tij profesionale. Për të gjithë aty ishin të barabartë. Si ishte dita jote, Pietri, pyeti Kiara ndërsa ndanin ushqimet në porcione më të vogla. Shumë më mirë tani që erdhe ti, u përgjigj ai me sinqeritet. Kjo band këtu ishte etur të dinte nëse do të vije sot. Sidomos sepse është e enjte, dhe e enjtja është dita e ëmbëlsirave speciale. Kiara qeshi, për herë të parë që nga incidenti. Ishte e vërtet që gjithmonë përpiqej të ruante ëmbëlsirat më të përpunuara për të enjte, duke e kthyer në një traditë të vogël që sillte gëzim për fëmijët. Ndërsa shërbenin darkën në mensën e improvizuar, Kiara vëzhgoi familjet e mbledhura rreth tavolinave plastike. Kishte çifte të rinj me fëmijë të vegjël, të moshuar të vetmuar, adoleshentë që kishin lënë shtëpi jo funksionale. Çdo person aty kishte një histori, një luftë, një shpresë. Kiara, a do të ndash këtë sanduiç me mua? Ofroi një grua e quajtur Olia, e cila kishte ardhur në qendër javën e kaluar me 2 fëmijët e saj të vegjël. Është shumë i madh për mua. Faleminderit, Olia, por ti duhet të ushqehesh mirë për të kujdesur për fëmijët, u përgjigj Kiara me butësi. Unë kam darkuar. Ishte gënjeshtër. Kiara rrallë darkonte, duke preferuar të sigurohej që të kishte ushqim të mjaftueshëm për të gjithë në qendër. Fiona ishte përpjekur disa herë ta binte të pranonte një vakt, por e reja gjithmonë gjente një justifikim. Pas darkës, Kiara ndihmoi në pastrimin e mensës dhe organizoi një rreth të vogël leximi për fëmijët. Ishte një tjetër ritual që ajo kishte krijuar, duke treguar histori që stimulonin imagjinatën dhe ofronin disa momente fantazie mes realitetit të vështirë. Ndërsa lexonte një përrall rreth një princeshe të guximshme, Kiara nuk buri re se Aron, një vullnetar i ri që kishte filluar të frekuentonte qendrën së fundmi, por regjistronte diskretisht me celularin e tij. Aron ishte student i komunikimit social dhe po dokumentonte punën sociale për një projekt universitar. Ai kishte mbetur i impresionuar nga përkushtimi natyral i Kiarës dhe mënyra se si ajo arrinte të sillte buzëqeshje të sinqerta për njerëz që kishin humbur pothuajse gjithçka. Për Aron, kjo ishte një shembull real se si veprimet e vogla mund të kenë ndikime të mëdha. Pasi mbaroi historinë dhe uroi natën e mirë fëmijëve, Kiara u drejtua për në zonën e jashtme të qendrës për të marrë pak ajër të pastër. Lodhja fizike dhe emocionale e ditës po fillonte t'i rëndonte në shpatulla. U ul në një stol të vogël druri që Pietri kishte ndërtuar disa muaj më parë dhe më në fund lejoi që lotët e përmbajtur gjatë gjithë natës të dilnin. Nuk ishte vetëm për poshtërimin në restorant, por edhe për zhgënjimin që nuk kishte arritur të sillte më shumë ushqim për njerëzit që varen nga ajo. Pse disa njerëz janë kaq mizor, murmuriti ajo me vete, duke kujtuar fjalët therse të Markos dhe të qeshurat e miqve të tij. Ajo që Kiara nuk e dinte ishte se, pikërisht në atë moment, Aron po redaktonte videon që kishte regjistruar gjatë rrethit të leximit.
Ai u prek aq shumë nga historia që kishte dëshmuar saqë vendosi ta ndante në rrjetet sociale, shoqëruar me një mbishkrim emocionues rreth rëndësisë së punës vullnetare dhe mirësisë njerëzore. Ndërkohë, Marko ishte në apartamentin e tij luksos, duke redaktuar videon e poshtërimit që i kishte shkaktuar Kiarës. Ai ishte i sigurt se përmbajtja do të gjeneronte shumë pëlqime dhe komente, duke rritur edhe më tej angazhimin e tij online. Viktor Aliu, babai i Markos dhe pronar i një prej kompanive më të mëdha të teknologjisë në vend, ishte në zyrën e tij duke punuar deri vonë kur mori një telefonat nga djali i tij. "Baba, duhet ta shohësh videon që postova sot," tha Marko, i emocionuar. "Po bën bujë në internet. Ka më shumë se 50.000 shikime në 2 orë." Viktor pshërtiu. Kohët e fundit, telefonatat nga djali i tij ishin gjithmonë rreth aventurave të tij digjitale, kur rreth punës, studimeve apo ndonjë aktiviteti produktiv. "Marko, është pothuajse ora 11 e natës. Nuk mund të presësh deri nesër? Eja këtu në shtëpi shpejt," këmbënguli Marko. "Do të pëlqej. Është shumë qesharake." Gjysmë ore më vonë, Viktor ishte në dhomën e ndenjes të apartamentit luksos që i kishte bler Markos, duke parë videon në tabletin e djalit të tij. Me çdo sekondë që kalonte, shpreha e tij bëhej më serioze dhe sjellja e tij më e tensionuar. "Çfarë saktësisht mendon se po bën në këtë video?" pyeti Viktor me zë të kontrolluar, por qartësisht të irrituar. Marko qeshi, pa e kuptuar tonin e mosmiratimit të babait. "Baba, e kapa vajzën duke vjedhur ushqim nga Magnolia. Ishte epike. Njerëzit po e pëlqejnë shumë në komente." Viktor e shikoi djalin e tij me një përzierje zhgënjimi dhe zemërimi që Marko nuk e kishte parë kurrë më parë. Në atë moment, sipërmarrësi pati një kujtim të rinisë së tij, kur varej nga mirësia e të huajve për të mbijetuar në rrugë. Ajo që do të vinte më pas do të ndryshonte gjithçka. Viktor Aliu e mbajti shikimin të fiksuar në tablet për sekonda të gjata pasi videoja mbaroi. Heshtja në dhomë ishte e dendur, e ngarkuar me një tension që Marko ende nuk mund ta kuptonte plotësisht. I riu priste të qeshura, komente rreth suksesit të përmbajtjes së tij, ndoshta edhe urime për numrin e shikimeve. "Baba, nuk të dukej qesharake?" pyeti Marko, vërtet i hutuar nga reagimi. Viktor e vendosi tabletin në tavolinën e mesit me një kujdes që binte në kontrast me stuhin që po formohej brenda tij. U ngrit ngadalë dhe shkoi drejt dritares së apartamentit, duke vëzhguar dritat e qytetit poshtë. Për disa momente nuk tha asgjë. "Marko," foli ai më në fund, pa u kthyer. "A e njeh historinë se si arrita të ndërtoj gjithçka që kemi sot?" "Sigurisht, baba. Ti ke qenë gjithmonë një sipërmarrës vizionar, e krijove kompaninë nga zeroja." Marko filloi të recitonte versionin e përmbledhur që dëgjonte gjithmonë. "Jo." Viktor e ndërpreu, duke u kthyer për ta parë. "Unë nuk të kam treguar kurrë historinë e vërtetë. Historinë para kompanisë, para suksesit, para gjithë kësaj." Kishte diçka në zërin e Viktorit që Marko nuk e kishte dëgjuar kurrë më parë. Një gravitet, një dhimbje e vjetër që dukej se po ringjallej. "Unë isha 17 vjeç kur prindërit e mi humbën gjithçka," filloi Viktor, duke u ulur në koltukun përballë djalit. "Një krizë ekonomike shkatërroi biznesin e vogël të familjes. Pa pritmas, humbëm shtëpinë, makinën, gjithçka. Babai im ra në depresion, nëna ime u sëmur dhe unë e gjeta veten përgjegjës për të mbajtur familjen." Marko rudhi vetullat. Kjo histori ishte plotësisht e re për të. "Për 2 vjet, Marko, unë jetova në rrugë. Fjeta në qendra, haja kur gjeja ndonjë punë të herpashershme ose kur njerëz të mirë më ofronin ndihmë." Viktor bëri një pauzë, duke vëzhguar shprehjen e shokut që rritej në fytyrën e djalit. "Dhe a e di ku ishte një nga qendrat që më mirë priti?" Marko tundi kokën ngadalë, duke filluar të kuptonte ku po shkonte biseda. "Shën Francesku. E njëjta qendër që shfaqet në sfondin e videos tënde qesharake." Heshtja sërish pushtoi dhomën. Marko ndihej sikur toka po zhdukej nën këmbët e tij. "Vajza që ti poshtërove sot," Viktor vazhdoi, "po bën pikërisht atë që dhjetëra njerëz bën për mua kur unë kisha më shumë nevojë. Ajo po tregon dhemshuri, bujari, humanitet. Gjëra që, me sa duket, unë dështova t'ja mësoja djalit tim. Baba, unë nuk e dija që." "Nuk e dije sepse kur nuk u interesove të dije," Viktor e ndërpreu, zëri i tij duke u bërë më i fortë.
Ti u rrite në një flusk privilegjesh që unë krijova për të mbrojtur nga vështirësitë që kalova. Por, me sa duket, të mbrojta tepër. Të mbrojta deri në pikën që ti u bëre pikërisht lloji i personit që një ditë më përbuste kur unë isha në fund të greminës. Marko ndjeu diçka të çuditshme në gjoks, një përzierje turpi dhe konfuzioni që nuk e kishte përjetuar kurrë më parë. U përpoq të gjente fjalë për t'u mbrojtur, por nuk arriti të formonte asnjë fjalë koherente. Ndërkohë, në anën tjetër të qytetit, videoja e Aronit rreth Kiarës filloi të merrte vëmendje në rrjetet sociale. Ai e kishte postuar me mbishkrimin, në kohëra me kaq shumë urrëtie dhe indiferencë, ende ekzistojnë njerëz si kjo e re, e cila i dedikon netët e saj për të sjellë dashuri dhe shpresë për ata që kanë më shumë nevojë. Kemi nevojë për më shumë Kiara në botë. Videoja tregonte momente të sinqerta, Kiara duke organizuar me kujdes ushqimin në mënyrë që të shpërndahej në mënyrë të drejtë, duke ulur në gjunjë për të biseduar në lartësinë e fëmijëve, duke ndihmuar Pietrin të pastronte tavolinat pas darkës, dhe më në fund duke treguar histori me një pasion që bënte sytë e fëmijëve të shkëlqenin. Komentet filluan të shfaqeshin shpejt. Qava duke e parë këtë. Çfarë vajze e veçantë. Ku mund të ndihmoj këtë qendër? Dua të dhuroj edhe unë. Kjo është edukat e vërtet. Çfarë shembulli i jashtëzakonshëm. Aron u befasua nga shpejtësia me të cilën videoja po shpërndahej. Brenda pak orësh, ajo kishte kaluar 100.000 shikime dhe po ripostohej nga profile me miliona ndjekës. Kontrasti midis dy videove ishte i theksuar, nga njëra anë mizori e panevojshme, nga ana tjetër mirësi e sinqertë. Fiona, e cila sapo kishte parë videon përmes një vullnetareje që e kishte etiketuar në komente, ndjeu sytë ti mbusheshin me lodh. Më në fund, dikush po i tregonte botës atë që ajo shihte çdo ditë, zemrën gjigante të asaj të reje që kur nuk priste asgjë në këmbim të përkushtimit të saj. Kthehemi në apartamentin e Markos, Viktor ishte ngritur përsëri dhe ecte në përdhom me hapa të matur. Ti do ta korrigjosh këtë, tha ai më në fund. Si kështu, të korrigjoj, pyeti Marko, ende duke u përpjekur të përpunonte gjithçka që kishte dëgjuar. Së pari, do ta heqësh atë video nga ajri. Së dyti, do të shkosh në atë qendër dhe do t'i kërkosh falje personalisht vajzës. Dhe së treti. Viktor bëri një pauzë domethënëse. Do të fillosh të punosh atje si vullnetar derisa të kuptosh vlerën e asaj që ajo bën. Baba, nuk mund të flasësh seriozisht. Marko. Zëri i Viktorit mbante një autoritet që nuk pranonte kundërshtim. Ose e bën këtë me vullnetin tënd, ose unë t'i heq të gjitha privilegjet derisa të mësosh të jesh një person i denjë. Karta e kreditit, makina, apartamenti, rroga mujore. Gjithçka. Marko ndjeu panikun duke u instaluar. Nuk kishte jetuar kur pa këto komoditete, nuk kishte as idenë se si do të ishte jeta e tij pa to, por baba, ndjekësit e mi do të mendojnë se kam çmendur. Imazhi im në rrjete. Imazhi yt në rrjete? Viktor qeshi me hidhërim. Marko, ti ke 300.000 ndjekës që ndjekin jetën tënde të zbrazët dhe sipërfaqësore. Ajo vajzë ka disa dhjetëra njerëz që llogarisin tek ajo për të mbijetuar. Kush mendon se po bën ndryshimin e vërtet në botë? Në atë moment, celulari i Markos vibroi me një njoftim. Ishte një markë veshjesh që ishte e interesuar për një partneritet publicitar. Automatikisht, ai shikoi ekranin dhe Viktor e vuri re. Ende je i shqetësuar për partneritete komerciale pas gjithë asaj që biseduam, pyeti Viktor, i pabesueshëm. Është se është puna ime, baba. Puna? Viktor pothuajse bërtiti. Marko, punë është ajo që bën ajo vajzë në qendër pas një dite të tërë duke ndihmuar nënën në restoran. Punë është ajo që bëja unë duke mbledhur karton në rrugë për të blerë një bukë. Të postosh foto me rroba të shtrenjta nuk është punë, është hobi i një të pasurit të llastuar. Marko nuk e kishte parë kur baban kaq të shqetësuar. Gjithmonë e kishte njohur si një burr të kontrolluar, diplomatik, që i zgjidhte të gjitha përmes bisedave të qeta dhe strategjike. Ai shpërthim emocional po zbulonte një anë të Viktorit që ai nuk e kishte njohur plotësisht. Ke kohë deri nesër për të marrë vendimin tënd, tha Viktor, duke marrë çelsat e makinës. Ose mëson të jesh një burr i vërtet, ose zbulon si është të jetosh pa privilegjet që kur nuk dihet i vlerësoje. Para se të largohej, ai u ndal te dera dhe shikoi djalin e tij edhe një herë. Marko, un kam bërë shumë gabime si baba.
Ndoshta më i madhi ishte që nuk tregova historinë time më parë. Por ende nuk është vonë që ti të zgjedhësh të jesh një person më i mirë. Pyetja është, a dëshiron vërtet të jesh lloji i burrit që po shtëron ata që po përpiqen të ndihmojnë të tjerët? Dera u mbyll, duke e lënë Markon vetëm me mendimet e tij dhe me peshën e një vendimi që do të ndryshonte të ardhmen e tij përgjithmonë. Në celular, njoftimet vazhdonin të vinin, disa rreth videos së tij qesharake, të tjera rreth videos virale të vajzës që ai kishte poshtëruar. Për herë të parë në jetë, Marko pyeti nëse pëlqimet dhe komentet ishin vërtet aq të rëndësishme sa kishte besuar gjithmonë. Marko kaloi natën pa gjumë, duke alternuar mes shikimit të celularit dhe ecjes nëpër apartament. Konfrontimi me baban kishte tronditur strukturat të personalitetit të tij që ai as nuk e dinte se ekzistonin. Për herë të parë, ai vuri në pikpyetje jo vetëm veprimet e tij, por edhe kush ishte ai në të vërtetë si person. Videoja që kishte postuar rreth Kiarës vazhdonte të grumbullonte shikime, por diçka po ndryshonte në komente. Fillimisht, ndjekësit e tij kishin reaguar me të qeshura dhe mesazhe mbështetjeje, por tani u shfaqën zëra të ndryshëm, duke vënë në pikpyetje qëndrimin e tij. Shoku, ke qenë shumë i rëndë me vajzën. Kjo nuk ishte qesharake, ishte mizore. Kam humbur respektin për ty pas kësaj videoje. Marko u përpoq të injoronte këto komente, duke u përqendruar te ata që ende e mbronin, por ishte e vështirë të mos vëreje ndryshimin e tonit. Dhe pastaj ai zbuloi arsyen. Aron kishte etiketuar profilin e tij në një përgjigje në videon pozitive rreth Kiarës, duke shkruar, ndërsa disa bëjnë përmbajtje duke poshtëruar njerëz të mirë, të tjerë preferojnë të tregojnë të vërtetën rreth atyre që vërtet meritojnë admirimin ton. Videoja e Aronit po shpërthente në rrjetet sociale. Brenda më pak se 24 orësh, ajo kishte kaluar 500.000 shikime dhe po shpërndahej nga influencer shumë më të mëdhenj se Marko. Kontrasti midis dy videove ishte i theksuar, nga njëra anë, mizori e panevojshme, nga ana tjetër, mirësi e sinqertë. Ky është lloji i përmbajtjes që duhet të shohim. Ndërsa ka njerëz që poshtërojnë të tjerët, ka kjo vajzë që ndryshon botën në heshtje. A di kush si ta ndihmoj këtë qendër? Dua të bëj një donacion. Marko vuri re se po humbiste ndjekës shpejt. Markat që kishin treguar interes për partneritete filluan të tërhiqeshin. Celulari i tij ra me një telefonat nga këshilltarja e tij për shtyp. Marko, duhet të flasim urgjentisht, tha Agnesa sapo ai ju përgjigj. Po zhvillohet një fushat e rëndë kundër teje në rrjetet sociale. Njerëzit po krahasojnë videon tënde me një tjetër që po bëhet virale dhe ti nuk po del mirë në krahasim. E di, Agnesa. E kam parë. Duhet të bësh diçka për ta kthyer këtë. Ndoshta një kërkesë faljeje ose një shpjegim. Mund të shkruaj diçka për ty për ta postuar. Marko heshti. Disa orë më parë, reagimi i tij i parë do të ishte të pranonte menjëherë sugjerimin e Agnesës. Çdo gjë për të shpëtuar imazhin e tij online. Por fjalët e babait i kumbonin në mendje. Kush mendon se po bën ndryshimin e vërtet në botë? Agnesa, më lër të mendoj më mirë për këtë, tha ai më në fund. Marko, çdo minutë që kalon pa një përgjigje, ti humbet më shumë besueshmëri. Duhet të veprojmë shpejt. Pasi mbylli telefonin, Marko shkoi në banjë dhe shikoi reflektimin e tij në pasqyrë. A shite vërtet aty dikë që bënte ndryshim në botë? Apo thjesht një të ri të privilegjuar që e kthente jetën e të tjerëve në argëtim të lirë? Ndërkohë, në qendrën Shën Francesku, Kiara mbërriti për një tjetër ditë pune vullnetare pa e ditur se ishte bërë një yll i vogël i internetit. Fiona e priti me një buzëqeshje edhe më të madhe se zakonisht. Kiara, e dashur, i ke parë rrjetet sociale sot? Jo, nuk kam shumë kohë për këtë. Pse? Fiona i tregoi videon e Aronit në celular. Kiara e shikoi në heshtje, e befasuar kur e pa veten në ekran, por edhe më shumë e befasuar nga komentet e dashura dhe ofertat për ndihmë për qendrën. Kjo është e mrekullueshme, Fiona. Ndoshta mund të mbledhim fonde për të rinovuar mensën. Dhe shiko, vazhdoi Fiona, duke treguar më shumë komente. Ka njerëz nga qytete të tjera që ofrojnë donacione, ka kompani që duan të bëjnë partneritete. Aron vërtet arriti t'i tregoj botës se çfarë përfaqëson ti. Pietri u afrua, pasi kishte dëgjuar një pjesë të bisedës. Vajz, ti meriton gjithë këtë njohje, tha ai me dashuri. Gjatë gjithë këtyre muajve që jam këtu, nuk kam parë kur dik ti dedikohet aq shumë të tjerëve sa ti.
Kiara ndjeu faqet t'i skuqeshin. Nuk ishte mësuar të ishte në qendër të vëmendjes, sidomos në mënyrë pozitive. Pas poshtërimit të natës së kaluar, gjithë ajo dashuri dukej si një dhuratë e papritur. Ka edhe diçka tjetër, tha Fiona, duke hezituar pak. Me sa duket, videoja po krahasohet me një video tjetër më pak të këndshme, ku shfaqesh edhe ti. Buzëqeshja e Kiarës u zbe. Çfarë lloj videoje? Fiona i tregoi diskretisht videon e Marcos. Kiara e shikoi me shqetësim në rritje, duke rivivuar poshtërimin e natës së kaluar. Të shihej atë të shumëfishuar mira herë në internet i bëri stomakun të rrotulloi. Kiara, nuk duhet të shqetësohesh për këtë, tha Fiona shpejt. Të gjithë po shohin se ai ishte gabim. Komentet në videon e tij janë shumë të ashpra. Nuk dua që askush të jetë mizor me të për shkakun tim, tha Kiara me zë të ulët. Ka tashmë shumë zemërim në botë. Pietri dhe Fiona shkëmbyen shikime admirimi. Edhe pas poshtërimit publik, Kiara ende tregonte dëmshuri për agresorin. Ishte pikërisht ky lloj reagimi që e bënte atë kaq të veçantë. Në anën tjetër të qytetit, Viktor arriti në zyri vendosur të merrte disa masa. Si një sipërmarrës me ndikim, ai kishte kontakte në media të ndryshme dhe e dinte si funksiononin fushatat e marketingut digital. Vendosi t'i përdorte këto lidhje për të siguruar që historia e plot të tregojë. Telefonoi Teon, drejtorin e marketingut të një prej agjencive më të mëdha të reklamave në kryeqytet. Teo, më duhet një favor. E ke parë videon që po bëhet virale rreth një vullnetarie të re në qendrën në Shën Francesku? Sigurisht, të gjithë po flasin për këtë. Histori e bukur. Pse? Dua që agjencia juaj të dhurojë një fushat të plot për të mbledhur fonde për atë qendër. Pro bono. Viktor, do të ishte kënaqësi. Por a mund të pyes për arsyen? Viktor hezitoi për një moment, pastaj vendosi të ishte i sinqert. I riu që poshtëroi vajzën në videon tjetër është djali im. Është koha që ai të mësoj disa mësime të rëndësishme rreth karakterit. Teo heshti për disa sekonda duke përpunuar informacionin. Kuptoj. Do të bëjmë një fushat të mrekullueshme. Ajo vajzë meriton gjithë njohjen e mundshme. Ndërkohë, Marko më në fund mori një vendim. Mori celularin dhe fshiu videon që kishte postuar rreth Kiarës. Nuk shkroi asnjë shpjegim, nuk kërkoi falje publikisht ende. Thjesht hoqi përmbajtjen që kishte shkaktuar aq shumë dëm. Agnesa telefonoi menjëherë. Marko. Pse e fshive videon? Kjo do të duket sikur po pranoni që keni bërë diçka të gabuar. Ndoshta sepse bëra diçka të gabuar, Agnesa. Mos flas kështu. Ne mund ta rregullojmë këtë, të krijojmë një narrativ. Agnesa, Marko e ndërpreu. Mendoj se do të më duhet të rimendoj disa gjëra rreth karrierës sime. Ndoshta është më mirë të bëjmë një pushim. Pasi mbylli telefonin, Marko u vesh dhe vendosi të bënte diçka që nuk e kishte bërë kurrë më parë, të shëtiste nëpër qytet pa destinacion, pa celular në dorë, thjesht duke menduar për jetën dhe zgjedhjet e tij. Ndërsa ecte nëpër rrugët e zhurmshme, vëzhgoi gjëra që normalisht i injoronte, të pastrej që kërkonin ndihmë, punëtor të lodhur që ktheheshin nga puna, fëmijë që luanin në sheshe të thjeshta me gëzim të sinqertë. Për herë të parë, ai vërtet e pa qytetin ku jetonte. Dhe pastaj, pa planifikuar, hapat e tij e çuan drejt qendrës së qytetit, ku ndodhej qendra Shën Francesku. U ndal në trotuarin në anën tjetër të rrugës dhe vëzhgoi lëvizjen. Njerëz hynin dhe dilnin, vullnetar mbanin donacione, fëmijë vraponin në oborrin e vogël të brendshëm. Ishte atëherë që e pa atë. Kiara ishte ulur në një stol, duke biseduar me durim me një zotëri të moshuar që duke i shqetësuar. Ajo i mbante duart dhe fliste me zë të ulët, duke ofruar llojin e ngushëllimit që Marko nuk e kishte konsideruar kurrë si diçka me vlerë. Në atë moment, Marko kuptoi se vendimi që do të merrte në orët e ardhshme do të përcaktonte jo vetëm të ardhmen e tij, por edhe llojin e burrit që do të zgjidhte të ishte për pjesën tjetër të jetës. Marko kaloi 3 ditë duke vëzhguar qendrën nga larg para se të gjente guximin të kalonte rrugën. Gjatë kësaj kohe, ai pa Kiarën të vinte çdo pasdite, gjithmonë duke mbajtur diçka, ndonjëherë ushqim, herë të tjera materiale shkollore, njëherë madje edhe lule që kishte mbledhur në një tokë të lënë pas dore pranë restorantit ku punonte. Të njëjtën, pikërisht një javë pas incidentit, Marko më në fund vendosi të vepronte.
Kishte praktikuar mendërisht 10 herë atë që do të thoshte, por të gjitha fjalët dukeshin të pamjaftueshme përballë madhësisë së asaj që kishte bërë. Kur shtyu derën e qendrës, zhurma e fëmijëve që luanin dhe bisedat e animuara e pritën. Aroma ishte një përzierje dezinfektanti, ushqimi shtëpie dhe diçka e papërcaktueshme që vetëm hapësirat plot dashuri të vërtet e kanë. Marko u ndje menjëherë i zhvendosur në rrobat e tij të shtrenjta dhe atletet e markës. Fiona u shfaq në recepcion dhe Marko pa momentin e saktë kur ajo e njohu. Shpreha miqësore u shndërrua në kujdes, por jo në armiqësi. Pas vitesh pune me njerëz në situata të cenueshme, ajo kishte mësuar të lexonte qëllimet në shprehjet e fytyrës. A mund t'ju ndihmoj? Pyeti ajo në mënyrë diplomatike. Unë do të doja të flisja me Kiarën, nëse është e mundur. Marko u përpoq ta mbante zërin të fortë, por doli i dridhur. Emri im është Marko Aliu. Fiona pohoi me kokë ngadalë. Kiara është në mens duke ndihmuar me darkën. Por para se ta therras, më duhet të di, cilat janë qëllimet tuaja. Pyetja e drejt për drejt e kapi Markon në befasi. Kam ardhur të kërkoj falje. Dhe mirë, dua të ofroj ndihmë për qendrën. Ndihmë financiare? Pyeti Fiona, duke mbajtur tonin neutral. Jo vetëm kaq. Dua të punoj këtu. Si vullnetar. Fiona studioi fytyrën e të riut për disa sekonda. Kishte diçka të sinqertë në shprehjen e tij që e bëri atë të vendoste t'i jepte një shans. Do ta therras. Por Marko, ajo u ndal para se të largohej, Kiara është si një vajzë për mua. Nëse je këtu për të promovuar veten ose për të krijuar përmbajtje, është më mirë të largohesh tani. Nuk është kjo, tha Marko shpejt. Premtoj. Minuta më vonë, Kiara u shfaq në korridor duke fshirë duart në një përparse që e kishte marrë nga fëmijët muajin e kaluar. Kur pa Markon, u ndal menjëherë. Nuk tregoi frikë apo zemërim, vetëm një kurreshtje të kujdesshme. Përshëndetje, tha ajo thjesht. Kiara, unë. Filloi Marko, por fjalët e praktikuar u zhdukën. Përballë thjeshtësisë së saj, elokuenca e tij e përgatitur dukej artificiale. Kam ardhur të kërkoj falje. Për atë që bëra në restorant, për videon, për gjithçka. Ajo pohoi me kokë në heshtje, duke pritur që ai të vazhdonte. Nuk kam justifikime për atë që bëra. Ishte mizore, e padrejtë dhe krejtësisht e panevojshme. Ti po bëje diçka të bukur dhe unë e ktheva në shaka. Marko ndjeu zërin t'i dridhej. Unë isha gabim. Krejtësisht gabim. Pse e bëre atë? Pyeti Kiara me zë të ulët. Pyetja e thjesht e preu më thellë se çdo akuzë. Markos ju deshën disa sekonda për të gjetur një përgjigje të sinqertë. Sepse unë isha një person i keq. I llastuar, sipërfaqësor, mizor. Mendoja se poshtërimi i të tjerëve më bënte të dukesha superior. Ai bëri një pauzë, duke gëlltitur krenarin. Por pasi fola me baban tim, zbulova se kam qenë në një situatë të ngjashme me atë të njerëzve që ti ndihmon. Jo se kjo justifikon atë që bëra, por baba yt ka jetuar në rrugë, e ndërpreu Kiara, e befasuar. Ka jetuar këtu, në këtë qendër. Shumë vite më parë. Kiara përpunoi këtë informacion në heshtje. Shpjegonte shumë rreth reagimit të furishëm që Marko përshkroi se kishte marrë. Dhe ti erdhe këtu pse të dërgoj ai, apo pse deshe të vije? Pyetja ishte e drejtë për drejtë, por jo agresive. Ishte më tepër sikur ajo po përpiqej të kuptonte sinqerisht motivet e tij. Të dyja gjërat, pranoi Marko. Së pari më dha një ultimatum. Por pastaj unë qëndrova këtu jashtë për 3 ditë, duke të vëzhguar ty duke punuar. Dhe kuptova se dua të mësoj të jem një person më i mirë. Në atë moment, dera e qendrës u hap dhe Viktor hyri. Marko u befasua, nuk kishte rënë dakord të takonte baban aty. Viktor përshëndeti Fionën me familjaritet dhe shkoi atje ku ishin ata. Mirëmbrëma, Kiara, tha Viktor me respekt. Dhe Marko. Shoh që më në fund gjetët guximin të vija këtu. Ti e njeh Kiarën? Pyeti Marko i hutuar. Jo personalisht, por kam ndjekur punën e saj përmes Fionës, shpjegoi Viktor. Që kur mora vesh çfarë ndodhi, doja të takoja personalisht të ren që djali im poshtëroi. Kiara u skuq nga vëmendja, por Viktor vazhdoi. Kiara, kur unë isha në moshën e Markos, kalova 2 vjet duke jetuar këtu.
Fiona nuk punonte këtu ende, por koordinatori i asaj kohe, zoti Albert, ishte si një baba për mua. Viktor shikoi përreth, dukshëm i emocionuar. Ky vend më mësoi më shumë rreth dinjitetit dhe mshurisë dhe punës së palodhur se sa çdo shkollë mund të mësonte. Dhe njerëz si ti, ai shikoi Kiarën, ishin ndryshimi midis meje që hiqja dorë nga jeta ose që gjeja forcën për të filluar përsëri. Marko dëgjonte në heshtje, duke zbuluar aspekte të historisë së babait që nuk i kishte imagjinuar kurrë. Për këtë arsye, Viktor vazhdoi, kur pash çfarë bëri Marko, nuk ishte vetëm mizoria që më shokoi. Ishte të shija se ai kishte sulmuar pikërisht llojin e personit që një ditë më shpëtoi. Kiara ndjeu sytë ti mbusheshin me lodh. Zotëri Viktor, unë bëj vetëm atë që çdo person duhet të bëj. Jo, e dashur. Ti bën shumë më tepër se sa shumica e njerëzve do të bënin. Dhe pikërisht për këtë doja të ofroja diçka. Viktor nxori një zarf nga xhaketa. Do të doja të ofroja një punë në kompaninë time. Një pozicion ku ti mund të përdorësh inteligjencën dhe zemrën tënde për të ndihmuar edhe më shumë njerëz. Kiara mori zarfin me duar të dridhura, por nuk e hapi menjëherë. Është një propozim bujar, zotëri Viktor, por më duhet të mendoj. Ky vend do të thotë shumë për mua. Kuptoj plotësisht. Dhe dua të dish që, pavarësisht vendimit tënd për punën, do të kesh mbështetjen e plotë të kompanisë sime për të zgjeruar punën këtu në qendër. Marko vëzhgoi ndërveprimin midis babait dhe Kiarës, duke parë për herë të parë se si ishte babai i tij në të vërtetë kur nuk merrej me biznes ose nuk përpiqej të edukonte një djalë problematik. Kishte një përulësi të sinqertë të Viktori që Marko nuk e kishte vënë re kurrë. Zotëri Viktor, tha Kiara më në fund, a mund t'ju bëj një pyetje? Sigurisht. Marko vërtet dëshiron të punoj këtu, apo kjo është pjesë e dënimit që ju i keni dhënë? Viktor shikoi djalin e tij, pastaj përsëri Kiarën. Kjo është një pyetje që vetëm ai mund ta përgjigjet. Të gjithë syt u kthyen nga Marko. Ishte momenti i së vërtetës. Në fillim ishte për shkak të dënimit, pranoi ai. Por pasi kalova këto ditë duke vëzhguar këtë vend, duke të vëzhguar ty, unë dua të mësoj të jem i dobishëm. Dua të kuptoj çfarë do të thotë të ndihmosh vërtet njerëzit, pa pritur asgjë në këmbim. Kiara studioi fytyrën e tij për sekonda të gjata. Kishte një sinqeritet aty që nuk ekzistonte në natën e restorantit. Mirë, tha ajo më në fund. Por ka disa kushte. Marko pohoi me kokë me padurim. Së pari, asnjë celular ndërsa punon këtu. Së dyti, do të bësh detyrat më të thjeshta së pari, si pastrimi i banjove dhe larja e enëve. Së treti, nëse vëre se je këtu për shfaqje ose për të promovuar veten, do të largohesh menjëherë. Pranoj, tha Marko menjëherë. Dhe së katërti, Kiara vazhdoi, do të duhet të mësosh të dëgjosh njerëzit. Vërtet të dëgjosh. Sepse të gjithë këtu kanë një histori dhe të gjitha këto histori kanë rëndësi. Viktor buzëqeshi, krenar për pjekurinë që tregonte Kiara. Në moshën 17 vjeç, ajo kishte më shumë mençuri rreth marrëdhënieve njerëzore se sa shumica e të rriturve që ai njihte. Kur mund të filloj, pyeti Marko. Tani, u përgjigj Kiara. Pietri është në kuzhinë duke larë tenxhere. Mund të shkosh ta ndihmosh. Ndërsa Marko u drejtua për në kuzhinë, Viktor i u afrua Kiarës. Faleminderit që i dhe këtë shans. E di që nuk ishte e lehtë. Kiara buzëqeshi për herë të parë që kur Marko kishte ardhur. Të gjithë meritojnë një shans të dytë, zotëri Viktor. Edhe ata që na lëndojnë. Ishte pikërisht kjo mençuri dhe bujari shpirtërore që e bënte Kiarën dikë kaq të veçantë. Dhe ishte kjo që Marko ishte gati të zbulonte në javët e ardhshme. 2 javët e para të Markos në qendër ishin më të vështirat e jetës së tij. Viktor kishte mbajtur fjalën, karta e kreditit u anulua, makina u mor dhe rroga mujore u pezullua. Marko u gjend duke pasur nevojë të përdorte transportin publik për herë të parë, të kursente para për drekë dhe të menaxhonte një rutinë që nuk rrotullohej rreth krijimit të përmbajtjes për rrjetet sociale. Në mëngjesin e parë të punës vullnetare, Pietri e priti në kuzhinë me një përparse të vjetër dhe një grumbull tenxheresh që dukej i pafund. Pra, ti je djali i videos, tha Pietri pa hezitim, por pa armiqësi. Mirë, këtu të gjithë fillojnë nga zeroja, pavarësisht nga ajo që kanë bërë më parë. Marko veshi përparsen, e cila ishte të paktën 2 numra më e madhe se ai, dhe filloi të fërkonte tenxheren e parë.
brenda 5 minutash, duart e tij ishin tashmë të kuqe dhe të dhimbshme. Nuk kishte larë kur në jetën e tij. Të dhemb, pyeti Pietri, duke vënë re shprehjen e shqetësimit. Pak, pranoi Marko. Pietri shkoi te një dollap dhe solli një palë doreza gome. Përdori këto. Por mos u anko për punën para fëmijëve, ata idealizojnë ata që punojnë këtu. Gjatë asaj jave të parë, Marko theu 3 pjata, rrëzoi një tenxhere me supë, fatmirësisht bosh, dhe bëri gabimin të ankojë për erën e banjos që po pastronte. Kiara e dëgjoi dhe ju afrua. Nëse je i shqetësuar për erën, imagjino ata që duhet t'i përdorin këto banjo çdo ditë, tha ajo qetësisht. Dallimi është se për ty kjo është e përkohshme. Për ata, është realiteti. Vëzhgimi e preu thellë. Marko kuptoi se ende po e shite atë vend përmes privilegjeve të tij, jo përmes syve të atyre që vërtet kishin nevojë të ishin aty. Në javën e dytë, Viktor u shfaq në qendër gjatë orarit të punës së Markos. E gjeti djalin duke larë dyshemen e mensës, të djersitur dhe qartësisht të raskapitur. Si po shkon, pyeti Viktor. Vështirë, u përgjigj Marko me ndershmëri, pa ndaluar së fërkuari. Shumë më e vështirë se sa e kisha imagjinuar. Dhe çfarë po mëson? Marko ndaloi punën dhe u mbështet në fshirëse. Që nuk e kam ditur kur vërtet çfarë është puna. Dhe që njerëzit këtu janë shumë më të fortë se sa imagjinoja. Viktor pohoi me kokë, i kënaqur me përgjigjen. Dhe për Kiarën? Ajo është e mrekullueshme. Punon më shumë se çdo person që njoh dhe nuk ankohet kur për asgjë. Dje ajo erdhi këtu pas një turni të 2 fish në restorant dhe ende qëndroi 2 orë duke ndihmuar një zoni të moshuar të shkruante një letër për vajzën e saj. Ishte hera e parë që Viktor dëgjonte djalin e tij të fliste për dikë me admirim të sinqert, pa asnjë shenjë superioriteti apo sarkazme. Gjatë javës së tretë, Marko filloi të ndërvepronte më shumë me banorët e qendrës. Fillimisht, shumë e trajtonin me mosbesim, disa kishin parë videon origjinale dhe e dinin kush ishte ai. Por gradualisht, përmes veprimeve të vazhdueshme dhe për ulësisë së sinqertë, ai fitoi pranimin. Ishte Aron ai që e ndihmoi të thyente disa barriera. I ri universitar ishte bërë mik me Markon, duke i mësuar atij rreth realitetit social që ai nuk e kishte njohur kurrë. A e di cili është ndryshimi midis teje dhe njerëzve këtu? Pyeti Aron gjatë një pushimi për kafe. Cili? Ti mund të largohesh kur të duash. Për ta, nuk është një zgjedhje. Vëzhgimi e bëri Markon të reflektonte se si vështirësitë e tij ishin, në të vërtetë, përvoja të përkohshme që ai mund t'i ndërpriste në çdo moment duke i kërkuar falje babait. Një ditë, ndërsa ndihmonte Pietrin të organizonte donacionet e rrobave, Marko gjeti një xhaketë të një marke të shtrenjtë që ai vetë e përdorte. Kjo është e mirë, komentoi Pietri. Do t'i shërbej në mënyrë perfekte Lukës. Marko vëzhgoi Pietrin duke ndarë xhaketën me kujdes, sikur të ishte një thesar. Ishte e njëjta markë që Marko kishte 5 copë në dollap, bler pa menduar 2 herë. Pietri, pyeti ai me hezitim, çfarë bëje para se të vije këtu? Isha inxhinier ndërtimi. Kam punuar 30 vjet duke ndërtuar ndërtesa nëpër qytet, u përgjigj Pietri natyrshëm. Një sëmundje e zgjatur më shkatërroi kursimet dhe pastaj nuk arrita të gjeja më punë në moshën time. Marko u trondi. Gjithmonë kishte menduar se njerëzit në situata të cenueshme ishin ata që nuk kishin bërë mjaft përpjekje në jetë. Zbulimi se Pietri kishte një karrierë solide dhe kishte humbur gjithçka për shkak të rrethanave jashtë kontrollit të tij ndryshoi plotësisht perspektivën e tij. Por nuk revoltohesh. Me padrejtësinë e gjithë kësaj, Pietri buzëqeshi trishtueshëm. Revolta nuk paguan fatura dhe nuk mposht urinë, djalë. Dhe shiko, ai tregoi lëvizjen e qendrës, këtu gjeta një familje të re. Ndonjëherë jeta na çon në rrugë që nuk i planifikojmë, por gjithmonë ka diçka për të mësuar. Atë natë, Marko u largua nga qendra me mendjen që i vlonte. Mori autobusin për në shtëpi, ende duke u mësuar me transportin publik dhe qëndroi duke vëzhguar pasagjerët. Çdo person aty kishte një histori, luftra, ëndra. Si kishte jetuar 22 vjet pa e kuptuar këtë? Kur arriti në apartament, gjeti një letër nga administrata e ndërtesës që e njoftonte se qiraja nuk ishte paguar. Marko telefonoi baban. Baba, qiraja e apartamentit nuk është paguar sepse tani është përgjegjësia jote, Viktor e ndërpreu. Ke një javë kohë për ta zgjidhur.
Marko ndjeu panikun duke u ngritur. Me rrogën mujore të pezulluar dhe pa të ardhura vetjake, nuk kishte si të paguante qiran e një apartamenti luksos. Por baba, si do t'i gjej këto para? Në të njëjtën mënyrë si çdo person i zakonshëm, duke punuar. Ku të punoj? Çfarë të bëj? Kjo është puna jote, Marko. Por të sugjeroj të fillosh të kërkosh shpejt. Pasi mbylli telefonin, Marko shikoi përreth apartamentit që gjithmonë e kishte konsideruar normal. Për herë të parë, vuri re sa e shtrenjtë, e panevojshme, e tepërt ishte gjithçka aty. Sa familje të qendrës mund të jetonin rehat me vlerën e qiras së një muaji të vetëm të atij apartamenti? Të nesërmen, ai arriti në qendër dukshëm i shqetësuar. Kiara e vuri re menjëherë. A ka ndodhur diçka? Marko hezitoi, pastaj vendosi të ishte i sinqert. Babai im më ndërpreu financimin e apartamentit. Kam një javë për të gjetur para për qiran ose do të duhet të largohem. Kiara e shikoi me një shprehje që përziente dëmshurinë dhe diçka që dukej pothuajse si ironi. Tani po fillon të kuptosh si jeton shumica e njerëzve, tha ajo me butësi. Gjithmonë me shqetësimin se ku të gjej para për nevojat themelore. Kiara, tha Marko impulsivisht, më mëso të jem si ti. Si kështu? I fort. Bujar. I aftë të ndihmoj të tjerët edhe kur ka problemet e veta. Kiara ndaloi së organizuari donacionet që po ndante dhe shikoi direkt Markon. Marko, nuk ke nevojë të jesh si unë. Duhet të zbulosh kush je vërtet kur ndalon së shtiruri se je dikush që nuk je. Ishte gjëja më e thellë që dikush i kishte thënë ndonjëherë. Dhe për herë të parë në jetën e tij, Marko vërtet donte të zbulonte përgjigjen për këtë pyetje. Atë pasdite, ndërsa pastronte tavolinat pas drekës, Marko vëzhgoi Kiarën duke biseduar me durim me Anën, vajzën 8-vjeçare që i kishte vizatuar portretin. Fëmia po qante sepse kishte humbur një dhëmb dhe ishte e shqetësuar se zanash e dhëmbit nuk do ta gjente në qendër. Kiara u ul në gjunjë në lartësinë e vajzës dhe tha, Ana, zanash e dhëmbit janë shumë të zgjuara. Ato gjithmonë din ku t'i gjejnë fëmijët special si ti dhe a di diçka? Mendoj se zanash e dhëmbit që kujdeset për djemt dhe vajzat që jetojnë këtu është ekstra bujare. Të nesërmen, Ana gjeti një monedhë poshtë jashtëkut dhe një shënim që thoshte se zanash e dhëmbit ishte shumë e impresionuar nga guximi dhe mirësia e saj. Marko pa Kiarën duke fshehur diskretisht një stilolaps të artë që kishte përdorur për të shkruar shënimin. Ishte në këtë moment që ai kuptoi, Kiara nuk ishte e veçantë për ndonjë talent të lindur. Ajo ishte e veçantë sepse zgjidhte çdo ditë t'i vendoste nevojat e të tjerëve para të sajave. Dhe ishte një zgjedhje që edhe ai mund ta bënte. Një muaj pas ultimatumit për apartamentin, Marko kishte gjetur punë si asistent në një dyqan të vogël materialesh ndërtimi në qendër të qytetit. Paga ishte modeste, e mjaftueshme vetëm për një dhomë me qira në një pension të thjeshtë, por ishin para të fituara me dinjitet. Çdo mëngjes, ai zgjohej në 5:30 për të arritur në punë në 7. Pas dite, pas orarit, shkonte direkt në qendër, ku vazhdonte si vullnetar. Rutina ishte e lodhshme, por për herë të parë në jetën e tij, Marko ndihej se po jetonte vërtet, jo thjesht ekzistonte. Dukesh ndryshe, komentoi Kiara një të enjte, ndërsa ndihmonin Pietrin të përgatiste darkën. Ndryshe si? Më real. Ajo buzëqeshi. Më parë dukej sikur gjithmonë po interpretoje një personazh. Tani je thjesht ti. Marko reflektoi mbi këtë ndërsa priste perimet për supën. Ishte e vërtetë. Nuk mendonte më se si do të dukeshin veprimet e tij online, nuk llogariste çdo fjalë për të maksimizuar angazhimin. Kishte zbuluar diçka befasuese, të ishe autentik ishte pafundësisht më e kënaqshme se sa të ishe popullor. Kiara, tha ai me hezitim, a ke vendosur tashmë për propozimin e babait tim? Ajo bëri një pauzë në atë që po bënte. Në të vërtetë, fola me Fionën për këtë dje. Dhe me lejen tënde, do të doja t'i propozoja diçka babait tënd. Lejen time? Po, sepse të përfshin edhe ty. Atë natë, pas darkës në qendër, Kiara kërkoi të fliste me Viktorin dhe Markon privatisht. Të tre u ulën në zyrën e vogël të Fionës, e cila ishte ofruar të ndërmjetësonte bisedën. Zotëri Viktor, filloi Kiara, jam shumë mirënjohëse për mundësinë që më ofruat, por do të doja të sugjeroja një alternativë. Viktor pohoi me kokë, i interesuar.
Po sikur kompania juaj të krijonte një program të përgjegjësisë sociale këtu në qendër? Unë mund të koordinoja projektin duke punuar me orar të pjesshëm në kompani dhe me orar të pjesshëm këtu. Dhe Marko. Ajo e shikoi atë, mund të ishte asistenti im. Marko i zgurdulloi sytë. Unë? Ti njeh të dyja realitetet tani, shpjegoi Kiara. Atë të privilegjit dhe atë të nevojës. Kjo të jep një perspektivë unike për të ndihmuar në urën midis kompanive dhe institucioneve sociale. Viktor Buzqeshi. Ishte pikërisht lloji i zgjidhjes inovative që do të priste nga dikush me inteligjencën dhe ndjeshmërinë e Kiarës. Dhe ti, Marko? Çfarë mendon? Marko shikoi përreth zyrës së vogël, duke menduar për gjithçka që kishte mësuar në muajt e fundit. Do të më pëlqente. Por dua të vazhdoj të punoj edhe në dyqan, të paktën për disa muaj të tjerë. Pse? Pyeti Viktor, kureshtar. Sepse ende po mësoj vlerën e punës së ndershme. Nuk dua të kthehem të jetoj me privilegje pa qenë i sigurt se i meritoj. Fiona Buzqeshi krenare. Ishte pikërisht përgjigja që priste të dëgjonte. 3 muaj më vonë, programi i përgjegjësisë sociale i Viktorit po funksiononte plotësisht. Kompania kishte rinovuar plotësisht qendrën, kishte krijuar një program trajnimi profesional për banorët dhe kishte vendosur partneritete me kompani të tjera për të zgjeruar mundësi. Kiara ndante kohën e saj midis koordinimit të programit dhe vazhdimit të punës së saj vullnetare direkte me njerëzit. Marko ishte bërë krahu i saj i djathtë, duke përdorur përvojën e tij të mëparshme me rrjetet sociale për të shpërndar punën e qendrës në mënyrë të respektueshme dhe efektive. Transformimi i Markos ishte i dukshëm për të gjithë. Kishte humbur peshë, kishte fituar muskuj nga puna fizike dhe kishte zhvilluar një durim dhe empati që askush nuk do ta imagjinonte të mundur muaj më parë. Ndjekësit e tij të vjetër në rrjetet sociale ishin shpërndar, por ai kishte fituar diçka shumë më të vlefshme, respektin e sinqert të njerëzve rreth tij. A të mungon? Pyeti Kiara një ditë, kur po organizonin një fushat për mbledhjen e fondeve. Fama e rreme? Jeta e zbrazët? Marko tundi kokën. As pak. E di çfarë më pëlqen më shumë tani? Çfarë? Kur zgjohem në mëngjes, e di saktësisht kush jam. Nuk kam nevojë të shtirem se jam askush. Aaron, i cili ishte bërë mik i ngushtë me të dy, dokumentoi të gjithë transformimin e programit në një mini dokumentar për tezën e tij të diplomës. Videoja tregonte jo vetëm rritjen e qendrës, por edhe udhëtimin personal të shpengimit të Markos. Në një nga skenat më prekse të dokumentarit, Pietri shfaqej duke i mësuar Markos si të riparonte një tub në banjën e qendrës. Në fillim, mendoja se ishe thjesht një tjetër djalosh i pasur që donte të pastronte ndërgjegjen, tha Pietri për kamerën. Por ky djalë më befasoi. Ka vërtet guxim kur vendos t'i bëj gjërat siç duhet. Marko, i mbuluar me yndyrë dhe djers, buzëqeshte sinqerisht për kamerën. Pietri më mësoi se dinjiteti nuk ka të bëjë me sa para ke, por me si i trajton njerëzit dhe si punon. Dokumentari i Aaronit fitoi një çmim studentor dhe tërhoqi vëmendjen e kompanive të tjera të interesuara për të zhvilluar programe të ngjashme. Pa e kuptuar, të tre të rinjt kishin krijuar një model që po fillonte të përhap në qytete të tjera. Në ceremoninë e çmimeve të dokumentarit, Viktor shikonte krenar ndërsa Aaron, Kiara dhe Marko merrnin njohjen për punën. Kur Marko doli në skenë, Viktor nuk e pa më të riun arrogant dhe të humbur të muajve më parë, por një burr që kishte gjetur qëllimin e tij. Dua të falenderoj në veçantë 2 persona, tha Marko në mikrofon. Pietrin, i cili më mësoi se forca e vërtet vjen nga përullësia. Dhe Kiarën, e cila më tregoi se revolucioni më i madh që mund të bëjmë është të zgjedhim të jemi të mirë çdo ditë, edhe kur askush nuk po shikon. Kiara, ulur në auditor, ndjeu sytë ti mbusheshin me lodh. Ishte e njëjta emocion që ndjente sa herë shihte një nga fëmijët e qendrës të buzëqeshte sinqerisht, gëzimi i të parit të një transformimi pozitiv të ndodhte. Pas ceremonisë, të katër u takuan në hollin e teatrit. Marko, tha Viktor, duke i vënë dorën mbi shpatull djalit, jam krenar për burrin që je bërë. Baba, faleminderit që nuk hoqe dorë nga unë. Që më detyrove të shija për te fluskës sime. Viktor përqafoi djalin e tij duke kujtuar baban e tij, i cili kishte vdekur pa parë transformimin e tij nga djalosh rrugë në sipërmarrës të suksesshëm. Të paktën ai kishte jetuar për të parë Markon të gjente rrugën e tij. Dhe tani, pyeti Kiara, çfarë vjen më pas?
Marko shikoi miq që i kishin ndryshuar jetën. Tani vazhdojmë të bëjmë atë që po bëjmë. Një ditë në një kohë, një person në një kohë. Aron Buzqeshi. Dhe unë do të vazhdoj të dokumentoj. Kjo histori meriton të tregohet. Çfarë historie? Pyeti Kiara. Historia se si aktet e vogla të mirësisë mund të transformojnë jetë të tëra. Historia se si nuk është kur vonë për të filluar përsëri. Historia se si dashuria gjithmonë fiton mbi urrëtitjen, edhe nëse zgjat pak. 6 muaj më vonë, kur qendra Shën Francesku festoi për vjetorin e themelimit të saj, Marko ishte në kuzhinë duke ndihmuar Pietrin të përgatiste një tortë speciale. Kiara koordinonte festën në mens, Ana vraponte midis tavolinave duke shpërndar vizatime që kishte bërë për të gjithë vullnetarët dhe Viktor mbërrinte duke mbajtur një kitarë që kishte gjetur në shtëpi për të animuar festën. Ishte një skenë e thjeshtë, pa kamera, pa pëlqime, pa ndjekës. Vetëm njerëz të vërtet, duke jetuar një moment të vërtet gëzimi të përbashkët. Dhe për Markon ishte pafundësisht më e vlefshme se gjithë fama digjitale që kishte humbur. Ndërsa priste tortën dhe shite buzëqeshjet rreth tij, Marko mendoi sa shumë kishte ndryshuar jeta e tij. Kishte humbur ndjekës, para, status social. Por kishte fituar familje, qëllim, paqe të brendshme. Ishte, pa dyshim, biznesi më i mirë që kishte bërë ndonjëherë. Kiara ju afrua duke mbajtur një paketë të vogël. Çfarë është kjo? Diçka që e ruajta që nga ajo natë e tmerrshme në restorant, tha ajo, duke i dhënë dhuratën. Marko e hapi me kujdes. Ishte një shami e thjeshtë pëlhure, nga i njëjti material që ajo përdorte për të fshirë djersën gjatë punës në qendër. Thash që do të duhej, buzëqeshi ajo. Dhe të duhej. Për të fshirë jo vetëm djersën, por edhe krenarin, arrogancën, gjithçka që të pengonte të ishe kush je vërtet. Marko mbajti shamin me të dyja duart, duke ndjerë peshën simbolike të asaj pëlhure të thjeshtë. Faleminderit, Kiara. Për gjithçka. Faleminderit ty, Marko. Që më tregove se edhe njerëzit që na lëndojnë mund të zgjedhin të transformohen. Në anën tjetër të mensës, Viktor vëzhgoi skenën dhe buzëqeshi. Udhëtimi i tij nga djalosh rrugë në sipërmarrës kishte gjetur kuptimin e tij më të madh, të rriste një djalë që ishte i aftë të zgjidhte mirësinë edhe kur asgjë nuk e detyronte ta bënte këtë. Festa vazhdoi gjatë natës, plot me muzikë, të qeshura dhe histori të përbashkëta. Dhe kur mbaroi, Marko ndihmoi të pastronte gjithçka, siç bënte gjithmonë, siç do të bënte gjithmonë. Sepse kishte mësuar se realizimi i vërtet nuk vinte nga të qenit në maj, por nga të qenit krah për krah, duke ndihmuar të tjerët të ngjiten. 2 vjet kaluan që nga ajo natë e parë poshtëruese në restorant Magnolia. Programi i përgjegjësisë sociale i kompanisë së Viktorit ishte bërë referencë kombëtare, duke u replikuar në 10 qytete të tjera. Kiara, tani 19 vjeç, ishte ftuar të ligjëronte në universitete rreth inovacionit social, gjithmonë e shoqëruar nga Marko, i cili kishte gjetur profesionin e tij të vërtet në urën midis botës së biznesit dhe sektorit të tretë. Qendra Shën Francesku ishte transformuar plotësisht. Ajo që filloi si një hapësirë strehimi e përkohshme, tani ishte një qendër trajnimi profesional me partneritete të vendosura me më shumë se 50 kompani. Pietri kishte marrë koordinimin e një projekti të ndërtimit civil që u mësonte zanate të rinjve në vështirësi, duke përdorur të gjithë përvojën e tij si inxhinier në mënyrë vullnetare. Marko u zgjua atë mëngjes të shtunë me një ndjenjë ndryshe. Ishte dita e inaugurimit zyrtar të hapësirës së re edukative të qendrës, projekt që ai dhe Kiara kishin zhvilluar së bashku për muaj të tërë. Pas 2 vjetësh duke jetuar në dhomën me qira në pension, ai kishte arritur më në fund të kursente mjaftueshëm për një apartament të vogël të tij, por mbante të njëjtën thjeshtësi që kishte mësuar të vlerësonte. Ndërsa përgatitej për ditën, ai shikoi në pasqyrë dhe pa një burr krejtësisht të ndryshëm nga ai i ri arrogant që poshtëronte njerëz për argëtim online. Muskujt e tij ishin të definuar nga puna fizike e vazhdueshme, duart e tij të ashpra tregonin histori për kushtimi real, dhe sytë e tij mbanin një paqe që asnjë sasi pëlqimesh nuk kishte arritur ta siguronte. Celulari ra me një mesazh nga Kiara: Marko, a mund të vish më herët sot? Kam një surprizë për ty. Ai buzëqeshi. Në muajt e fundit kishte vënë re se ndjenjat e tij për Kiarën kishin evoluar shumë përtej admirimit dhe respektit. Ajo ishte bërë personi më i rëndësishëm në jetën e tij, por ai ende nuk kishte gjetur guximin ta shprehte këtë.
Frika për të shkatëruar miqësinë dhe partneritetin profesional që kishin ndërtuar e pengonte të bënte atë hap. Kur arriti në qendër, gjeti një lëvizje të pazakontë. Vullnetarë që nuk I kishte parë prej muajsh ishin të pranishëm, ish banor që kishin gjetur punë dhe banesë të tyre ishin kthyer për festë, dhe madje edhe njerëz që Marko nuk I njihte qarkullonin nëpër ambient. Fiona e priti me një përqafim të ngrohtë. Marko. Mirë që erdhe. Kiara është në sallën e mbledhjeve duke organizuar gjërat e fundit për ceremoninë. Ai e gjeti Kiarën të rrethuar me letra, duke kontrolluar lista dhe duke koordinuar detaje me efikasitetin që ai kishte mësuar të admironte. Ajo ngriti syt kur ai hyri dhe fytyra e saj u ndriçua me një buzëqeshje që bëri zemrën e Markos të rrahë shpejt. Erdhe në kohën e duhur, tha ajo, duke u ngritur dhe duke rregulluar fustanin e thjesht por elegant që kishte zgjedhur për rastin. Duhet të tregoj diçka para se të fillojë ceremonia. Ajo e drejtoi drejt një muri të sallës që ishte I mbuluar me një pëlhur. A të kujtohet kur Aron bëri atë dokumentar për punën tonë? Sigurisht. Po, ai nuk u ndal aty. Kiara tërhoqi pëlhurën duke zbuluar një seri fotografish të inkuadruara që tregonin të gjithë udhëtimin e transformimit të qendrës dhe të njerëzve të përfshirë. Fotoja e parë tregonte qendrën në gjendjen e saj origjinale para rinovimeve. E dyta ishte nga nata kur Marko kishte ardhur për herë të parë, dukshëm I shqetësuar në rrobat e tij të shtrenjta. Të tjera tregonin momente të punës së përbashkët, Marko duke mësuar të gatuajë me Pietrin, Kiara duke u mësuar fëmijëve të lexonin, Viktor duke ndihmuar në ndërtimin e bibliotekës së re. Por ishte fotoja e fundit që I la pa frym Markon. Ishte një imazh I tij dhe Kiarës duke punuar krah për krah javën e kaluar, duke organizuar donacione. Të dy po qeshnin për diçka që Pietri kishte thënë, dhe lidhja mes tyre ishte e dukshme edhe për ata që vëzhgonin nga larg. Aron e kapi këtë pa e kuptuar ne, tha Kiara me zë të ulët. Dhe kur e pash, kuptova diçka që ndoshta edhe ti e ke kuptuar. Marko u kthye nga ajo, zemra I rritë fort. Çfarë kuptove? Që në një moment gjatë këtyre 2 vjetëve, ti u bëre shumë më tepër se një mik dhe partner për mua. Fjalët dolën aq të ulta sa Marko mezi I dëgjoi. Kur përpunoi plotësisht kuptimin, ndjeu sikur ajri I ishte thithur nga mushkëri. Kiara. E di që është e komplikuar, vazhdoi ajo shpejt, faqet I skuqeshin. Punojmë së bashku, kemi përgjegjësi dhe miqësia jonë është shumë e rëndësishme për mua. Por nuk mund të shtirej më se nuk e ndjeja këtë. Marko bëri një hap drejt saj. Nuk e ke iden sa kohë kam ndjerë të njëjtën gjë. Por kisha frikë se mos shkatëroja gjithçka që kishim ndërtuar. Po sikur të mos shkatëroj? Po sikur në fakt t'i bëj gjërat edhe më të mira? Ata u shikuan në heshtje për disa sekonda, 2 vjet ndjenjash të pathëna duke mbushur hapësiren mes tyre. Marko shtriu dorën duke prekur butësisht fytyrën e Kiarës. A mund të puth? Përgjigjja e saj erdhi përmes një buzëqeshjeje dhe lëvizjes drejt tij. Putheja ishte e butë, plot premtime dhe gjithë respektin e dashurinë që kishin ndërtuar përmes punës së përbashkët dhe përvojave të ndara. Kur u ndan, Marko mbështeti ballin në të sajën. Të dua, Kiara. Jo vetëm për atë që je, por për atë që më ndihmove të bëhem. Edhe unë të dua, përshpëriti ajo. Dhe e di çfarë më pëlqen më shumë te ti? Çfarë? Që zgjodhe të ndryshosh. Çdo ditë ti zgjohesh dhe zgjedh të jesh një person më I mirë se dje. Kjo është gjëja më e bukur që kam parë. Ata u ndërpren nga një trokitje në derë. Aron u shfaq me një kamerë në dorë dhe një buzëqeshje djallëzore në fytyrë. Më falni që po ndërpres, por ceremonia do të filloj pas 10 minutash dhe mirë, unë disi mora foton perfekte për sekuencën. Marko dhe Kiara qeshën duke ndërthurur gishtat natyrshëm. Aron, ti je I pamundur, tha Kiara. I pamundur, por efikas. E jani, ju dy pëllumba. Ka shumë njerëz të rëndësishëm që presin të shohin çfarë keni ndërtuar këtu. Ceremonia e inaugurimit të qendrës edukative ishte një sukses absolut. Viktor foli rreth asaj se si investimet në përgjegjësinë sociale ishin bërë pjesa më shpërblyese e karrierës së tij të biznesit. Fiona foli rreth transformimit që kishte dëshmuar jo vetëm në hapësirën fizike, por edhe në jetën e njerëzve që kishin kaluar në qendër. Kur erdhi radha e Kiarës për të folur, ajo doli në skenën e vogël të improvizuar me besimin që kishte zhvilluar në vitet e fundit.
por në vend të fjalimit të përgatitur rreth programeve sociale dhe partneriteteve të biznesit, ajo vendosi të fliste nga zemra. Kur isha 15 vjeç dhe fillova të punoja këtu si vullnetare, mendoja se po vija të ndihmoja njerëz të tjerë, filloi ajo, zëri i saj i qartë dhe i fortë. Ajo që nuk e dija ishte se ata do të më ndihmonin të zbuloj kush jam vërtet. Ajo shikoi auditorin duke gjetur fytyra të njohura, Pietri, i cili tani vishte kostume të dhuruara por të patëmeta për funksionet e tij koordinuese, Ana, tani 10 vjeç dhe një nga nxënësit më të mira të programit të përforcimit shkollor, Olia, e cila kishte gjetur punë dhe i çonte fëmijët e saj në aktivitetet edukative të qendrës. Mësova këtu se mirësia nuk është një talent i lindur, është një zgjedhje e përditshme. Mësova se transformimi është i mundur për çdo person të gatshëm të bëjë punën e vështirë të shikimit brenda vetes. Dhe mësova se mrekullitë më të mëdha ndodhin kur njerëz të ndryshëm bashkohen me një qëllim të përbashkët. Sytë e saj takuan Markon në auditor. Ai ishte pranë Viktorit, të dy me shprehje krenarie dhe dashurie. 2 vjet më parë, dikush erdhi këtu duke mbartur zemërim, arrogancë dhe një vizion shumë të shtrembëruar të botës. Ne të gjithë mund ta kishim refuzuar këtë person, ta kishim mbajtur komunitetin tonë të pastër dhe të sigurt. Por ne zgjodhëm t'i jepnim një shans. Dhe duke bërë kështu, jo vetëm që ndihmuam një person të transformohej, por gjithashtu mësuam se kapaciteti ynë për të falur dhe mirëpritur ishte më i madh se sa e imagjinonim. Marko ndjeu sytë t'i mbusheshin me lodh. Nuk kishte menduar kurrë për udhëtimin e tij nga kjo perspektivë. Ajo që dua të them me këtë, Kiara vazhdoi, është se ky qendër edukative përfaqëson shumë më tepër se klasa dhe pajisje. Përfaqëson provën se kur zgjedhim të shohim potencialin në çdo person, kur zgjedhim të besojmë në aftësinë njerëzore për ndryshim, gjëra të jashtëzakonshme mund të ndodhin. Auditori duartrokiti me entuziazëm, por Kiara ende nuk kishte mbaruar. Ka një person këtu sot që simbolizon gjithë këtë në mënyrë perfekte. Marko Aliu erdhi këtu si një iri i humbur dhe u shndërrua në një nga koordinatorët më të përkushtuar që ka pasur ky vend. Ai mund të ishte kthyer në jetën e tij të privilegjeve kur babai i tij e lejoi, por zgjodhi të qëndronte. Zgjodhi të vazhdonte të mësonte, të rritej, të shërbente. Marko ndjeu fytyrën t'i skuqej kur të gjitha vëmendjet u kthyen nga ai. Marko, Kiara e thiri, a mund të vish këtu lart? Ai tundi kokën duke treguar se preferonte të qëndronte aty ku ishte, por auditori filloi të duartrokiste dhe të bërtiste emrin e tij. Viktor e shtyu butësisht drejt skenës. Kur arriti pranë Kiarës, ajo i kapi dorën dhe u kthye nga auditori. Ky burr më mësoi se nuk është kurrë vonë për të filluar përsëri. Se krenaria e vërtet vjen nga puna e ndershme. Dhe se dashuria e vërtet rritet kur dy persona i dedikohen së bashku diçkaje më të madhe se vetë ata. Auditori shpërtheu në duartrokitje dhe brohoritje festimi. Pietri bërtiti më në fund dhe Aron ngriti kamerën për të kapur momentin. Marko mori mikrofonin me duar të dridhura. Unë nuk kam përgatitur asnjë fjalim. Foli nga zemra, bërtiti Ana nga auditori duke shkaktuar të qeshura. Marko shikoi të gjithë ata njerëz që ishin bërë familja e tij e vërtetë. 2 vjet më parë, mendoja se e dija çfarë ishte suksesi. Mendoja se kishte të bënte me sa njerëz më ndiqnin online, sa para shpenzoja, sa herë emri im shfaqej në vende të rëndësishme. Ai bëri një pauzë duke organizuar mendimet. Sot e di se suksesi është Pietri që më mëson si të riparoj një dush të prishur. Është Ana që më tregon krenare një vizatim që bëri në shkollë. Është Olia që më tregon se ka marrë një promovim në punë. Është Fiona që më qorton kur harroj të pastroj siç duhet banjat. Auditori qeshi duke njohur të vërtetën në fjalët e tij. Suksesi është të zgjohesh çdo ditë duke ditur se mund të bësh një ndryshim në jetën e dikujt. Është të punosh krah për krah me gruan që duan në diçka që vërtet ka rëndësi. Është të kesh një familje të zgjedhur që më pranon jo për atë që kam, por për atë që zgjedh të jem çdo ditë. Ai shikoi Kiarën, e cila kishte lot në sy. Faleminderit që nuk hoqet dorë nga unë. Faleminderit që më treguat se transformimi real është i mundur. Dhe faleminderit që më mësuat se versioni më i mirë i vetes sime ishte dikush që as nuk e dija se mund të isha. Duartrokitjet ishin të gjata dhe emocionuese. Kur më në fund pushuan, Viktor doli në skenë dhe përqafoi djalin e tij. Jam krenar për ty, pëshpëriti ai në veshin e Markos. Gjyshi yt do të ishte krenar gjithashtu.
Ishte hera e parë që Viktor përmendte baban e tij Markos. I riu kuptoi peshën e atyre fjalëve. Pas ceremonisë, pati një festë në mensën e rinovuar. Aron kishte përgatitur një retrospektiv video të 2 viteve të fundit, duke treguar evolucionin e hapësirës dhe të njerëzve. Kur mbaroi, Pietri u ngrit me një gotë lëng në dorë. Dua të bëj një dolli, njoftoi ai. Për Kiarën, e cila na mëson çdo ditë se mirësia është një forcë revolucionare. Për Markon, i cili provon se çdo person mund të zgjedhë të jetë më i mirë. Për Viktorin, i cili tregoi se suksesi i biznesit dhe përgjegjësia sociale mund të ecin së bashku. Dhe për të gjithë ne, që formojmë një familje që askush nuk mund ta shpërbëjë. Të gjithë ngritën gotat dhe pijet e tyre, duke bërë dolli jo vetëm për sukseset e arritura, por edhe për udhëtimet personale të secilit. Më vonë, kur festa po mbaronte dhe të ftuarit po largoheshin, Marko dhe Kiara shkuan në kopshtin e vogël që kishin krijuar në pjesën e pasme të qendrës. Ishte i njëjti vend ku Kiara kishte qarë vetëm atë natë të tmerrshme, por tani ishte transformuar në një hapësirë paqeje dhe reflektimi. A të kujtohet kur më pyete çfarë më mungonte nga jeta ime e mëparshme? Pyeti Marko, duke u ulur në një stol druri që Pietri kishte ndërtuar. Më kujtohet. Sot zbulova diçka që vërtet më mungon. Kiara u kthye nga ai, kurioztare dhe paksa e shqetësuar. Më mungon ignoranca, tha Marko me mendim. Më parë, nuk e dija se ekzistonte kaq shumë padrejtësi në botë. Nuk e dija se njerëz të mirë kalonin vështirësi të tmerrshme. Nuk e dija se fëmijët flinin me uri. Ishte më e lehtë të jetoje pa e ditur. Kiara pohoi me kokë, duke e kuptuar plotësisht ndjenjen. Por a e di çfarë nuk më mungon as pak, vazhdoi ai. Çfarë? Personi i zbrazët që isha. Jeta pa qëllim. Marrëdhëniet sipërfaqësore. Dëshpërimi i vazhdueshëm për vërtetim të jashtëm. Ai i mori dorën Kiarës. Preferoj të mbaj peshën e të diturit rreth problemeve të botës dhe të mund të bëj diçka për to, sesa të jetoj në ignorancën e rehatshme por të padobishme. Ke ndryshuar shumë, Marko. Ndonjëherë të shikoj dhe mezi e mbaj mend djaloshin arrogant të restorantit. Ndonjëherë as unë nuk mund ta mbaj mend. Është sikur të ishte një person krejtësisht tjetër. Ishte ndryshe, tha Kiara. Por mendoj se personi që je sot ka qenë gjithmonë aty, thjesht ishte varrosur në shtresa privilegjesh të pavëna në dyshim dhe pritshmërish sociale të zbrazta. Ata qëndruan në heshtje për disa minuta, duke vëzhguar yjet që fillonin të shfaqeshin në qiell. Kiara, tha Marko më në fund, a mund të kërkoj diçka? Sigurisht. Kur isha fëmijë, babai im nuk më tregoi kurrë rreth të kaluarës së tij në rrugë. Ai më mbrojti nga të diturit rreth vështirësive, rreth luftës, rreth asaj se sa e padrejt mund të jetë bota. Dhe kur të kemi fëmijë, nëse do të kemi fëmijë, a premton se do t'i mësojmë rreth botës reale që herët, që do t'i mësojmë të vlerësojmë punën e ndershme, dëmshurinë, përgjegjësinë sociale? Kiara buzëqeshi, e prekur nga fakti që Marko po mendonte për të ardhmen e tyre së bashku. Premtoj. Por gjithashtu premtoj se do t'i mësojmë rreth shpresës, rreth aftësisë njerëzore për ndryshim, rreth asaj se si një person mund të bëjë ndryshimin. Siç bëre ti me mua. Siç bëm ne për njëri tjetrin. Aron u shfaq në derën e pasme, duke i kërkuar. Më falni që po ndërpres përsëri, por ka një surprizë të fundit. Ata e ndoqën atë përsëri në mens, ku gjetën një turm të vogël të mbledhur rreth një laptopi. Në ekran kishte një videokonferencë me njerëz nga qytete të ndryshme. Çfarë është kjo? Pyeti Kiara. Janë koordinator programesh sociale të frymëzuar nga modeli juaj, shpjegoi Aron i emocionuar. Ka njerëz nga Tirana, Durrësi, Vlora, Shkodra, të gjithë duan t'ju urojnë dhe të tregojnë si po i përshtatin idetë tuaja në realitetet e tyre lokale. Një grua nga Tirana foli përmes ekranit. Kiara dhe Marko, dokumentari i Aronit, arriti tek ne dhe na frymëzoi të krijonim një projekt të ngjashëm këtu. Kemi arritur tashmë partneritete me 5 kompani dhe po shërbejmë më shumë se 200 familje. Një burr nga Vlora vazhdoi, modeli juaj provoi se është e mundur të bashkohet përgjegjësia e biznesit me ndikimin real social. Programi ynë ka trajnuar 50 të rinj për tregun e punës. Rrëfime të tjera erdhen nga qytete të ndryshme, secila e përshtatur sipas nevojave lokale, por të gjitha të frymëzuara nga qasja që Marko dhe Kiara kishin zhvilluar. Viktor ju afrua 2 të rinjve. A e kuptoni çfarë keni bërë?
Nuk transformuat vetëm jetët tuaja, por krijuat një model që po ndryshon jetën në të gjithë vendin. Marko shikoi Kiarën, të dy dukshëm të emocionuar nga ndikimi i papritur i punës së tyre. Kjo është shumë më e madhe se sa imagjinonim, murmuriti Kiara. Është pikërisht madhësia që duhet të jetë, u përgjigj një zë i njohur. Pietri u afrua me një buzëqeshje krenare. Ju keni mbjell faramirësie dhe drejtësie. Ishte e pashmangshme që ato të rriteshin dhe të përhapeshin. Nata përfundoi me premtime bashkëpunimi midis projekteve të ndryshme dhe plane për takime kombëtare të koordinatorëve. Kur më në fund mbetën vetëm, Marko, Kiara dhe Viktor u ulën në mensën e zbrazët, duke përpunuar gjithçka që kishte ndodhur. Baba, tha Marko, faleminderit që më detyrove të vija këtu atë natë të parë. Faleminderit që ishe mjaftueshëm i guximshëm për të pranuar transformimin, u përgjigj Viktor. Jo të gjithë e kanë atë guxim. Dhe tani, pyeti Kiara. Çfarë bëjmë me gjithë këtë përgjegjësi? Me gjithë këta njerëz që llogarisin tek ne? Marko i kapi dorën. Bëjmë atë që kemi bërë gjithmonë. Një ditë në një kohë, një person në një kohë, duke zgjedhur gjithmonë të jemi më të mirë se sa ishim dje. Viktor buzëqeshi, duke parë te djali dhe nusja e ardhshme e tij të ardhmen e një vendi më të drejtë dhe të dhëmbshur. Dhe a e dini çfarë më bën më të lumtur, tha Viktor. Çfarë, pyetën në kor. Që ju të dy gjetët jo vetëm një qëllim, por gjetët një dashuri të vërtetë të ndërtuar mbi baza të forta vlerash të përbashkëta dhe pune të përbashkët. Kjo është e rrallë dhe e çmuar. Marko dhe Kiara u shikuan, ende të impresionuar nga mënyra se si fati kishte ndërthurur jetët e tyre në një mënyrë kaq të papritur dhe perfekte. E di, tha Kiara me mendim, ndonjëherë mendoj për atë natë të tmerrshme në restorant dhe pyes veten si do të ishte jeta jon nëse ajo nuk do të kishte ndodhur. A pendohesh? Pyeti Marko, paksa i shqetësuar. Kur, u përgjigj ajo me theks. Sepse ishte pikërisht ajo natë që vuri gjithçka në lëvizje. Poshtërimi yt më lëndoi, por gjithashtu zbuloi se kush mund të ishe vërtet kur të vendosje të ndryshoje. Si e dije që do të ndryshoja? Nuk e dija. Por besoja se ishte e mundur. Dhe ndonjëherë të besosh në mundësinë e ndryshimit është hapi i parë që ajo të ndodhë. Viktor u ngrit duke kuptuar se të dy të rinjt kishin nevojë për kohë vetëm për të përpunuar gjithçka që kishte ndodhur. Do t'ju lë të flisni, tha ai, duke puthur ballin e Markos dhe duke përqafuar Kiarën me dashuri. Jam shumë krenar për ju të dy. Dhe shumë i emocionuar për të parë çfarë të ardhme do të ndërtoni së bashku. Pasi Viktor u largua, Marko dhe Kiara mbetën vetëm në mensën ku ishte zhvilluar kaq shumë nga historia e tyre. Vendi ishte i heshtur, por i ngarkuar me kujtime dhe kuptim. Marko, tha Kiara me zë të ulët, a ke menduar ndonjëherë si do të përfundoj historia jon? Të përfundoj? Marko duke i befasuar. Shpresoj që historia jon sapo të ketë filluar. Jo, nuk ishte kjo që doja të thosha, qeshi ajo. Doja të thosha si do t'u shpjegojmë nipërve tanë si u takuam? E po, fëmijë, gjyshi e poshtëroi gjyshen publikisht, por pastaj ai ndryshoi dhe u dashurua me të? Marko qeshi gjithashtu, duke imagjinuar skenën. Ose mund të themi, fëmijë, gjyshja i mësoi gjyshit se njerëzit e mirë mund të transformojnë edhe zemrat më të forta. Më pëlqen më shumë versioni yt. Dhe mua më pëlqen më shumë ti. Ata u puthën përsëri, të rrethuar nga gjurmët e festës dhe nga kujtimet e gjithë rritjes që kishin përjetuar së bashku. Kur u ndan, Kiara mbështeti kokën në shpatullën e Markos. Premton një gjë? Çdo gjë. Që edhe kur jeta jon të bëhet më e lehtë, më e rehatshme, kur nuk do të harrojmë nga kemi ardhur dhe çfarë kemi mësuar këtu. Premtoj, tha Marko, duke puthur pjesën e sipërme të kokës së saj. Dhe premton ti që do të vazhdosh të më kujtosh të jem një person më i mirë kur unë të harroj? Gjithmonë. Ata qëndruan të përqafuar për minuta të gjata, dy të rinj që kishin gjetur në dashurinë dhe qëllimin e përbashkët Chelsea për një jetë vërtet domethënëse. Jashtë, qyteti vazhdonte jetën e tij të natës, me mijëra njerëz që jetonin historitë e tyre të luftës, dashurisë, zhgënjimit dhe shpresës. Por brenda qendrës Shën Francesku, dy persona që kishin mësuar të transformonin dhimbjen në qëllim po përgatiteshin të shkruanin së bashku një të ardhme që do të nderonte të gjithë ata që kishin kontribuar në udhëtimet e tyre të transformimit. Historia që kishte filluar me poshtërim dhe urrejtje po bëhej një histori dashurie dhe shpengimi që do të vazhdonte të frymëzonte njerëz të tjerë për shumë vite.
Dhe ndoshta kjo ishte prova më e bukur se, në fund, mirësia gjithmonë gjen një mënyrë për të mbizotëruar. Fundi i historisë. Të dashur dëgjues, shpresojmë që udhëtimi i transformimit të Markos dhe mirësia e palkundur e Kiarës t'ju kenë prekur zemrat. Kjo histori na kujton se nuk është kur vonë për të ndryshuar dhe se gjestet e vogla të dëmshurisë mund të revolucionarizojnë jetë të tëra. Nëse jeni emocionuar nga kjo narrativ shpengimi dhe shprese, mos harroni të abonoheni në kanalin ton për më shumë histori që festojnë më të mirën e natyrës njerëzore. Lëshoni një pëlqim nëse besoni në fuqinë e transformimit personal dhe ndani në komente përvojat tuaja të shanseve të dyta dhe akteve të mirësisë. Së bashku, mund të përhapim më shumë histori që frymëzojnë dhe më pak përmbajtje që ndan. Deri në historinë tjetër.